Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarçe. Deri tani kemi realizuar guidat pafundme në territorin shqiptar dhe jo vetëm. Një vëmendje veçantë ka marrë veriu i Shqipërisë dhe pothuajse të gjitha pikat turistike të Shkodrës, por her pas here kemi treguar me lëvizjet tona se nuk jemi lokalist, por gjithmonë përpiqemi të gjejmë guida të reja. Në fakt, vendet që referojmë në një masë konsiderueshme janë vizituar nga ju, por mos harroni se kemi pasur edhe fshatra apo vende që si emision, jo vetëm në këtë vit, por edhe në transmetimet e disa viteve me radhë, kemi zbuluar vende të reja që sot janë kthyer në atraksione turistike. Njëri prej tyre është edhe Lumi Shalës, ku fillesat e promovimit i ka pikërisht në këtë emision. Dhe ne do të vijojmë me një guidë shumë interesante për të gjithë ata që e kanë të nevojshme të bëjmë pak kilometra, sidomos tani në sirën e pranverës, për të parë vende që edhe mund të mos i kenë parë. Në emisionin Pusho Shqiptarçe, Kalaja e Prezës ka ardhur dhe herë të tjera, por kësaj radhe vjen bukur sepse është sina e pranverës që i jep një shkëlqim krejt tjetër këtij udhimi. Është një guidë mjaft interesante, qëndroni me ne pasi janë disa ndalesa dhe ndalesa e parë është pikërisht Kalaja e Prezës. Ku ndodhet kjo kala, çfarë ofron kjo kala, çfarë vlerash historike dhe kulturore mbartë. Ndiqni këtë reportazh të shkurtër. Do të ketë plot reportazhe dhe guida dhe ndalesa. Prandaj qëndroni me ne dhe le të zbulojmë surprizën e parë. Një destinacion mjaft interesant tek i cili mund të shkoni është Kalaja e Prezës. Ndodhet në segmentin rrugor mes aeroportit të Rinasit dhe Durrësit. E gjeni lehtë pasi edhe tabelat ju orientojnë drejt saj. Me bindje do thonim se është vendi ideal për të shkuar në këtë sinë. Fluksi vizitorëve për momentin është i ulët dhe aromat e kundërmimit të luleve këtu të dehin totalisht, pa llogaritur peizazhin mahnitës prej të cilit nuk shkulesh dot. Kalaja e Prezës është ndërtuar mbi një shkëmb i cili zgjatet duke ulur në drejtim të jugut. Ana juglindore e kalas është mbrojtur nga vetë terreni, kurse ana perëndimore përbën një territor të sheshtë, prandaj dhe fortifikimi është përqendruar pikërisht në këtë pjesë. Kalaja ka planimetri 4 këndore me brinj 80 dhe 50 metra. Ajo përforcohet në përqoshe me 4 kulla që kanë planimetri rrethore. Në murin perëndimor të përforcuar, më tepër sistemin fortifikues të kalas, pasi kjo pjesë është më e ekspozuar dhe më pak e mbrojtur ndaj sulmeve, si dhe ka një largësi të konsiderueshme midis kullave. Është ndërtuar një kull 4 këndshe e dal nga muri. Në faqen jugore është ndërtuar një kull tjetër 4 këndshe për të mbrojtur hyrjen e vetme të kalas. Kjo kull përforcohet dhe nga obori që ndodhet në përbërje të saj. Në kala kemi 4 faza të ndryshme ndërtimi. Periudha e parë lidhet me fortifikimin e kalas, e dyta lidhet me rindërtimin e mureve rrethuese, e treta ka të bëjë me ndërtimet që janë bërë brenda mureve rrethuese, kurse faza e katërt lidhet me ndërtimin e një kulle sahati që nuk ka të bëjë me sistemin fortifikues, por i përket një periudhe të mëvonshme. Periudhës së parë i përkasin vetëm muret rrethuese, të cilat ruhen në lartësi të ndryshme. Për masat e vogla të saj, si dhe qëndrueshmëria jo shumë e madhe e mureve rrethuese, e klasifikojnë këtë kala si një objekt që ka shërbyer për vëzhgimin e rrugëve të rëndësishme ekonomike dhe ushtarake, që kalonin poshtë saj, në përfushën e Tiranës. Ndihmesën e parë për sa i përket datimit të saj na jep Marin Baleti. Në pjesën ku bën fjalë për ardhjen e ushtrisë turke dhe rrethimin e Krujës, ai përmend fushën e Tiranës, që vendos midis qytetit të Krujës dhe qytetës së Parthinëve. Më poshtë ai thotë se kjo qytetë quhej me emrin Prezë dhe ishte kthyer në një gërmadh. Ky përcaktimi i fushës së Tiranës i bërë nga Marin Baleti, duke se është mjaft i saktë dhe nuk lë vend për dyshime.
Preza përmendet sërish më vonë në një relacion anonim të vitit 1570. Ky relacion bën fjalë për rindërtimin që ishte bërë Kalas nga turqit. Problemi i datimit të Kalas ka qenë mjaft i vështirë. Mi po, përmendje e saj në një gjendje të mjerueshme nga baleti tregon se ajo duhet të jetë ndërtuar pa rrethimeve të krujës nga turqit. Kjo e klasifikon informacionin e relacionit anonim të vitit 1570 si jo të saktë. Pra, siç e përmendëm më sipër, ajo në vitin 1466, sipas baletit, ishte kthyer në një gërmadh. Që të arrinte këtë gjendje të shkatërimit, ajo duhet të jetë braktisur shumë kohë më parë, pra që në fillim të luftrave të Skënderbeut. Arsye e braktisjes së saj mund të ketë qenë pa aftësia për t'i rezistuar luftimeve dhe rrethimeve të gjata. Si kohë e mundshme e ndërtimit të prezës mund të ketë qenë fillimi i shekullit të 15 nga Principata e Topijasve, e cila ishte zotëruese e kësaj zone. Albanologu dhe eksploratori Hang, kur kaloi në këtë zonë, e përshkroi. Vetë kështjella ndodhet në majën më të lartë të vargut kodrinor që shtrihet ndërmjet këtyre dy luginave. Pjesa e këtij vargu kodrinor, që takohet fillimisht në këtë maj, quhet Varosh dhe thuhet se këtu të ketë qenë vendosur qyteti në kohët e lashta. Sipas autorit Papajani, kjo kala është braktisur në kohën e Gjon Kastriotit dhe më vonë nuk u rindërtua më. Pas pushtimit të krujës nga osmanët, aty u bën disa rindërtime si dhe u ndërtua një objekt kulti. E nëse dham informacione të vyera historike, mos harroni edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Këtu gatimet janë tradicionale dhe me një shije të jashtëzakonshme. Më kryesorja, çmimet janë tepër të ulta krahasuar me restorantet që hapen në vende të tilla turistike. Vizitojeni se nuk do të zgënjeheni. Kjo pra ishte kalaja e prezës, është afër me Shkodrën, të mos ankohemi për kilometrat, rrugët janë mjaft të mira dhe rruga e asfaltuar të çon deri tek dera e Kalas. Prandaj mos e lini pa vizituar dhe do ishte mirë që tani në sin e pranverës këtë vizitë ta bëni, pasi me ardhjen e emigrantëve kuptohet që shtohet edhe fluksi, do ta keni pak të vështirë ta shihoni siç e shijuam ne. Dhe nga kalaja e prezës fare mirë ju mund të zhvendoseni dhe pasi keni shijuar një drekë shumë të mirë te kalaja e prezës me çmime fantastike, shumë të ulta krahasuar me restorante në pika të tilla turistike, mund të vijoni për Durrës 30 minuta. Mandej keni qytetin e bukur të Durrësit, do të shkoni në darkë. Dhe nëse e kujtoni gjithmonë me ato vizitat tuaja, keni qenë gjithmonë paraditeve, ose me agjenci turistike në vizita një ditore gjithmonë paradite. Po a e dini se Durrësi është i bukur edhe në darkë? Le të ndjekim këtë insert të bukur që kemi realizuar në qytetin bregdetar. Zakonisht vizitorët që zgjedhin të qëndrojnë vetëm pak orë në Durrës, kryesisht ato të paradites, harrojnë se ky qytet ka hijeshin e tij edhe në mbrëmje, ku lëvizjet e qytetarëve vijojnë deri në orët e vona. Teksa na shoqërojnë pamje që e vërtetojnë këtë, le të japim edhe disa të dhëna të tjera për këtë qytet. Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, shtrihet në pjesën qendrore të ultësirës perëndimore shqiptare. Buzdetit Adriatik, rreth 37 km në perëndim të Tiranës. Ai ndodhet 44 km në perëndim të Krujës, 110 km në jug të Shkodrës dhe 123 km në veri të Vlorës. Ai është qyteti më i lashtë në Shqipëri. Gjetjet arkeologjike pranë Kepit të Palit, 8 km në veri të qendrës aktuale, na tregojnë për një vend banim të themeluar që në periudhën e Neolitit të vonë, nga një popullsi e panjohur, e cila përdorte materiale të importuar nga ishu i detit Cikladës në detin e Gjë. Burimet historike, veçanërisht ato të periudhës romake dhe bizantine, na japin një histori të pandërprerë të Durrësit, të paktën që nga epoka e bronzit të vonë. Sot Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri për nga ekonomia dhe demografia. Sipas censusit të vitit 2011 në territorin e Bashkisë së Re, Durrës banojnë 175.110 vetë, ndërsa sipas regjistrit civil të vitit 2021, popullsia rezidente
është 299.989 banor. Qyteti është qendra e prefekturës dhe qarku të Durrësit. Ekonomia e qytetit ka si bosht kryesor portin. Porti i Durrësit, më i madhi në vend, ndodhet përballë porteve italiane të Barit, 220 km, dhe Brindisit 150 km, dhe siguron lidhjen detare me të gjitha destinacionet kryesore në detin Mesdhe dhe Mëgjër. Aty përpunohet mbi 90% e të gjithë volumit të ngarkim-shkarkimeve portuale në rang vendi. Durrësi është gjithashtu nyja infrastrukturore më e rëndësishme e Shqipërisë, pasi lidh jugun e vendit me veriun dhe gjithashtu është piknisja dhe pikmbërritja e të gjithë rrjetit të hekurudhës shqiptare. Dhe pas vizitës në Durrës, nëse mendoni që ta kaloni natën diku, ne do t'ju sugjeronim të shkoni në Shëngjin, sepse zgjimi të nesërme në Shëngjin është fantastik. Puhiza e detit, temperaturat fantastike që ofron tani pranvera, dhe nëse qëndroni qoftë edhe 2 orë në Shëngjin, do t'i shihoni ato, mjafton të pini një kafe buzdetit dhe më pas të ndërmerrni një gujt me makinën tuaj, sepse ashtu nisët për në Kune. Ndiqeni këtë insert të bukur që kemi realizuar në Shëngjin edhe në Kune. Nëse zgjohesh në këto ditë të ngrohta pranvere në Shëngjin, do përjetosh një relaks të vërtet. Qetësi, fllad i lehtë, rreze jo të nxehta dielli dhe një kafe që të shërbehet edhe afër bregut. Të duket se nuk do të lëvizësh prej aty nga kënaqësia edhe për një javë të tërë. Por qyteza nuk të ofron vetëm këtë kënaqësi. Disa biznese kanë nisur të bëhen gati për sezonin veror dhe të hapin subjektet e tyre. Le të japim disa të dhëna për vendin këtu. Shëngjini ndodhet rreth 7 km në perëndim të Lezhës dhe ka një popullsi rreth 4.000 banor. Ndodhet në skajin verior të një gjiri të madh, 7 km larg kryeqytetit krahinor të Lezhës. Në jug të qytetit është zona e lagunës së deltës së Drinit, e cila formon oazin naturalist të mbrojtur Kune Vajin. Këtu ka një port i hapur në vitin 2009 që lidh qytetin me Barin. Ai është një vend me një panoramë të këndshme dhe një det të pastër, i rrethuar nga male jo shumë të larta, por me një shkëm të veçantë. E vitet e fundit qyteti ka pasur një evolucion të thellë, veçanërisht përmes zhvillimit të industrisë së ndërtimeve. Popullsia në Shëngjin duhet thënë që mban përgjithsisht të njëjta statistika. Mosha mbizotëruese është e përzierë, duke qenë se Shëngjini është një vend që zhvillohet çdo ditë dhe nevoja për të migruar ose emigruar është e pakët. Gjithashtu dhe shpërndarja gjeografike po bëhet e njëjtë me zhvillimin e infrastrukturave të nevojshme. Në ver, plazhi është i populluar nga shumë turistë të huaj dhe vendas, të shumt janë shqiptarët nga Kosova. Qyteti është akoma në zhvillim, së shpejti do të jetë një qendër shumë e rëndësishme si e veriu të Shqipërisë, ashtu edhe të gjithë vendit. Kjo për shkak të shumë faktorëve, pasi Shëngjini nuk ofron vetëm detin, por dhe malin, pamje të mrekullueshme, klimë të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Teksa bëjmë një shëtitje në Shëngjin, na tërheq vëmendjen një ekspozit fotografie dhe pikture anash trotuarit. Ne po bëhemi gati të festojmë 30 vjetorin e kompanisë. Kemi bërë një ekspozit të gjitha objekteve që ndër këto 30 vite, ku vazhdojnë nga viti 1995 deri në vitet e sotme. Ja shpjegojmë gjithë teleshikuesve për cilën kompani bëhet fjalë. Po, bëhet një përshkrim të shkurtër. Për Unique Grupin, pjesë e Unique Grupit janë Unique Tourism, Unique Construction ndërtimi, bëhet fjalë për një zyrë projektimi Gold Construction dhe janë pjesë e Unique Grupit gjitha këto kompanitë.
Si shikoni edhe ju, gjitha këto janë pjesë e proceseve të punës ndër vite. Kemi edhe ekspozitën e piktorëve, bëhet fjalë për 30 pikturat me piktorët më të mirë në Shqipëri. Ne jemi pjesë e shoqatës piktorëve më të mirë në Shqipëri. Kështu që Okej, pra e keni bashkuar bashkë arkitekturën e thon ndryshe me artin. Po, kemi bashkuar bashkë, kemi ftuar gjithë personalitete, artistë, miq, gjithë bashkëpunëtorët ta ndër vite, sot do jetë një mbrëmje shumë e bukur. Okej, ju zgjodhët bashkët e thon ndryshe, afër të paktën kësaj feste për të çelur këtë lloj ekspozite, ndërkohë që pjesa më e madhe ndoshta shfrytëzojnë gushtin apo është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Po, në fakt është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Normalisht koincidon edhe 19 prilli, pothuajse edhe me festën e Pashkve. Më lejoni që këtu ti uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, paqe, mbarësi dhe begati, paqen në familjet e tyre. Okej, mosha e re gjithmonë ka kompania, se po shikojmë drejtori moshë e re, atje pak më sipër mosha e reja. Në fakt gjithmonë deda, administratori dhe pronari i kompanisë, gjithmonë ka promovuar moshët e reja. Unë bëj pothuajse 10 vite në kompani dhe gjithë kolegët e mi janë pothuajse sa mosha ime. Pothuajse aq vite sa ka kompania, jemi gjithë niveli drejtuese që pothuajse janë sa moshat tona. Ja, pra të rinj që nuk kanë zgjedhur emigrimin, ëh, ti e ke gjetur veten në Shqipëri dhe planifikon apo e ke me më dyshë qëndrimin? Jo, e planifikoj që të jemi në Shqipëri, normalisht bëjmë më mirë për vendin ton, e kush më mirë se ne të rit mund ta bëjmë, kështu që duhet japim një mesazh që të gjithë duhet të rinë në vendin tonë ta bëjmë, sepse jemi ne ato që duhet ta bëjmë në Shqipëri. Okej, këto godina që janë këtu i përkasin apo shoh Shkodër, Elbasan, pra në të gjithë Shqipërinë, ëh? Po, i përkas pothuajse në gjithë Shqipërinë, Drejtoria e Policisë në Shkodër, Fakulteti i Mjekësisë në Elbasan, Komuna Bushat, Qendra Multifunksionale në Korçë, është Pallati i Kulturës në Lezhë, pothuajse në gjithë Shqipërinë ne kemi ndërtimet tona. Po, në pozicionin e drejtorit, cila është godina më e vështirë që është realizuar? Të gjitha godinat të drejtën janë sa të bukura që të vështira, por është pasioni jonë që e mban në këtë dhe normalisht edhe cilësia. Ne shumë që bëjmë gjëra cilësore. Okej, unë po shikoj dhe drejtorinë e policisë në Shkodër që e kemi këtu. Po, drejtoria e policisë në Shkodër është goxha funksionale dhe shumë dinjitoze për qytetin e Shkodrës një godinë e tillë. Po, nuk është e vetmja, në fakt ne kemi pasur edhe ndërtime të tjera në Shkodër, por kjo mund të jetë godina më e bukur që mund kemi ndërtuar në gjithë Shqipërinë, vetëm Shkodër. Okej, po bëhet qejf. Në fakt, këto janë vetëm një pjesë e objekteve që ne kemi ndërtuar, sepse janë të shumta ndërtimet tona, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fushat të ndryshme, në turizëm, ne kemi me 2 resortet tona, Delfina Resort dhe Prince Adriatic Resort, që fokusohemi pothuajse gjatë sezonit verës tek resortet tona, që mbahemi që jemi lider në zonën e Shëngjinit, por në pjesën e veriut. Po, kjo është ditëlindja e parë? Mbas 30 viteve apo Jo, nuk është e para. Çdo vit, sepse po habitem tani Shkodër këtu, Elbasan atje zgjidhet Shëngjini për ta hapur. Çdo dekadë ne festojmë për vjetorët. Ne kemi festuar në 2015, po festojmë në 2025-ën. Kështu që ky është resorti jon dhe prandaj po e festojmë edhe. Okej. Ta promovojmë pak edhe turizmin, por normalisht edhe mburremi me ato që kemi krijuar vetë. Pra kemi bërë me duart tona dhe po e shijojmë sonte. Po, ishte edhe ideal edhe për 30 vjetorin. Ta kaloni gëzuar sa më gjatë subjektit tuaj. Faleminderit. Ne do të shkëputemi nga ekspozita dhe do të vijojmë më tej drejt Kunes. Laguna Kune Vajin, 8 km larg qytetit të Lezhës, është kthyer në një atraksion të përhershëm për turizmin e natyrës, vëzhgimit të shpendëve ujor, të historisë, por edhe të kulinarisë së veçantë të zonës. Kompleksi ligatinor i Lezhës shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 30 km2 dhe është një zonë e rëndësishme për shpendët migrues dhe veçanërisht e njohur gjatë viteve të fundit për koloninë e qafkës së verdhë dhe të vogël të bardhë. Për vlerat e natyrës që mbar, si edhe për biodiversitetin, kjo zonë është shpallur si hapësirë mbrojtur dhe ka marrë emërtimin rezervat natyror i menaxhuar. Në të vërtetë, Kune Vajin është zona e parë e mbrojtur në historinë e ruajtjes së natyrës në Shqipëri, pasi që prej vitit 1960 është shpallur rezervat gjuetie. Një vizitë në këtë zonë do ju bëj të mahniteni nga larmia e madhe e habitatëve, si dhe nga një pasuri fantastike e faunës.
vizitës në Shëngjin dhe në Kune, me siguri ju do të pyesni, po nga erdhët? Dihet që Lezhë gjithmonë ofron një trafik të papare dhe tani imagjinoni gjatësinë së verës, por me siguri ju ka shkuar mendja që kthimin kësaj radhe e kemi bërë në drejtimin e rjollit, pra Shëngjin në rjoll. Dhe me disa pamje pa koment do të ofrojmë imazhin, por edhe cilësinë e rrugës. Planifikoni një udhim të tillë Shkodër Shëngjin përmes rjollit. Është një rrugë fantastike, inaugurojeni nëse nuk keni qenë deri tani. Dhe nga rjolli do ishte mirë që me këtë gujë që keni bërë të pushoni ndonjë ditë, se dhe punët duhen bërë. Nuk keni ndoshta aq ditë në dispozicion apo pushime në dispozicion. Megjithatë të nesërmen ose të pasnesërmen, ju mund të ndërmeni një shëtitje të shkurtër, 13 kilometra larg qytetit të Shkodrës dhe të shkoni te zemra e Ballkanit. Shijet e ndryshme që ne i sjellim të lundrimit, të gatimeve, të banorëve, të vlerave që ka Ragami, vazhdimisht janë bërë prezente në emisionin Pusha Shqiptarçe, por kësaj radhe sjellim një intervistë shumë të këndshme të një vizitore që ka ardhur nga Berati. Ajo e viziton për herë të parë zemrën e Ballkanit dhe gjithë peizazhin e mrekullueshëm në liçenin e Vaudez dhe çfarë mendon një qytetare e Beratit. Ja ku jemi këtu në një tavolinë ku kemi urdhëra. Shkodra mirëditor, një mirëditor këtu, një përmetare këtu, Beratës. edhe një beratës e këtu. Po,
Atëherë, hera e parë që i shikoj këto vende, kaq të bukura, është një mbasditë e këndshme, një kënaqësi e paparë, me këtë natyrë shumë të bukur, me ka njerëz të qeshur, me këtë liqenin e Vaudez që nuk i kisha atakuar ndonjëherë. Jam kurioztare ju që vini nga Berati, për cilin liqen keni dëgjuar këtej nga Veriu? Liqenin e Shkodrës. Ti njofim si. Atë? Të Komanit. Kështu për Vraun e Dejës ju fare. Vraun e Dejës jo. Nuk është promovuar ai sa duhet. Nuk është. Po, tamam, po ja vlen që ti shikosh këto vende. Urdhra. Kaq të bukura. Ishte surprizë e këndshme? Shumë. Ku ishe para gjysmore? Para gjysmore. Isha në Shkodër. Në Shkodër, domethënë ti nuk vonove të vish këtu, ë? Shumë shpejt, ishte një fluturim nga kënaqësia. Do i ftoshe të shoqjet e tua, çfarë profesioni ke një herë t'ja shpjegojmë të gjithë rishikuesve profesioni? Unë jam infermiere, prej 42 vjetësh. Burdhëra. Në marrëdhënie pune. Martuar në Berat, që për 2 muaj, as 2 muaj, mbaroj atë rrugtimin e tim të gjatë, 42 vjeçar. Të dalësh në pension? Po. Si po e pret? Jo fort mirë se dashuroj zanati, nëse do m'jepet mundësia të punoj, pse jo? Shiko, tani do t'jeve mundësi të reja. E pe liqenin e Vaudez që se kishe pa? Po. Në prek të pensionit e pe? Po jo ne infermierët, mjekët, edhe u shtyhet kontrata, po për ne jo. Po ti jesh mirë me shëndet dhe po ta dashurosh zanatin, atëre mundet të punosh, se jam akoma aktive. Po një pambesa, se tani kur dash në pension, do të vënë një pambesa të mbash. Të vështirë, në neurologji, neuropsikiatri, atje ku kam të bëj me shumë njerëz me probleme mendore, se jo, jam përshtatur shumë. Mirë je vetë? Mirë je vetë? Mirë, dhe kam një durim të papar për t'i ndihmuar dhe për t'u lehtësuar sa do pak dhimbjen, prindërve që kanë fëmijë. Tani që dash në pension, do të kesh një pambesa për të mbajtur? Po, ata do më lumturojnë dhe besoj nuk do t'a ndjej shumë lodhje. Nuk do t'a ndjej shumë nuk do t'a ndjej shumë shkëputjen nga profesioni. Atje që në intereson neve si shkodranë është, do më thënë, të infermieria, sa vita jeni juve? Se po imagjinojmë sa autobuza na vin nga infermieria e Beratit. Autobuza të paktën, atje ku punoj unë, jemi 20-30 veta si staf. Bukur, do na e promovosh të vënd atje? Pa tjetër që shumë shpejt, apo tani në pranverë është akoma më bukur. Do na e promovosh? Po, këtë vënd, do ju thuash atyre, do ju flasësh? Tjetër që, po, duke festuar dhe ditën e Pashkve, uroj të gjithve gëzuar, që fest të bukur, ortodoksve dhe katolikve bashk, se unë vetë jam muslimane, pse jo, të gjitha festat duhen. Ju andej, nuk lini fest pa festuar. Gëzuar. Faleminderit. Kalojmë të disa personazhe që ne i sjellim her pas here në formë nostalgjie në emisionin Pushosh Shqiptarçe, por cilat janë vende dhe personazhe që ne sjellim në këtë pjesë të fundit të emisionit Pushosh Shqiptarçe, le t'i ndjekim së bashku me emërtimet e tyre poshtë ekranit, ku ju mësoni disa të dhëna, jo vetëm përmes tekstit, pamjeve, intervistave që janë marrë, por edhe vende ku konkretisht janë shkëputur këto copëza të bukura që na kujtojnë të vende turistike. Mos e lini kohën të rjedh, shfrytëzoni pranverën, temperaturat e ulta dhe peizazhin e mrekullueshëm që ka krijuar gjelbërimi lulet në këtë stil.
Erasim Bayram Oligaj, më thonë mua. Eramun Likaj e themi? Erasim Bayram Oligaj. Ju e thoni edhe emrin tuaj, edhe emrin e babës, edhe të mbiemrin. Mbiemrin, pa. Mbiemrin që thon. Ti je banor këtu, brez pas brezi, apo jo? Pa. Shtëpinë e ke aty përballë? Pa. Shoh që ke kullën e vjetër, po të është dhënë mundësia të bësh edhe pak shtëpi të re? Pa. Me lekët e tua ke bërë shtëpinë apo të fëmijëve? Të fëmijëve. Të fëmijëve, sa fëmijë ke? Kam 6. Me jes. Ku i ke? Një është anë, tjetër janë martuar. Martuar ku thua një ande jashtë shtetit? Pa, jashtë shtetit. Po këta të martuarit këtu Afrike apo i ke larg? Janë larg. Larg të gjithë i ke larg? Larg. Kur i shikon ti ata? Ata i shoh për Bayram, si më thonë. Një herë në vit i shikon? Po more. S'kan mundësi të vinë më shpesh? S'ka mundësi. Një ndomër, një është e vogla është atje. I ke vajza? Pa. Një djale, 5 vajza, apo si i ke të ndarë? 4 me 1. 4 me 1, 5 me 1. Pra 4 i ke goca, 1 e ke djal, ai djali është jashtë shtetit. Ti shikon gjithë fëmijët e tu kur mblidhen për Bajram. Po me kë jeton të shtëpia? Unë me gruan. Edhe me atë. Të thonë, djalin, shikoj 6 fëmijë. Po djalin ke këtu apo ke jashtë shtetit? Ja, djalin. Një djal, kom një këto, një ashtari, një vogli. Sa djem ke se u bëm pak lash? A pra ke 2? 2. Po sa fëmijë ke gjithsej? 6. A pra se na dolu 5 par? Na hupi njëri? Na hupi. Mirë, shiko, këto punë të bujqësisë i bën ti apo i bën dhe djali? Këto punë të bujqësisë unë një mbaj. I bën ti? I bajon. Po nuk lodhe sa moshe ke? Sa vjeçe? Unë 70 E tani prap punon ti? Po, si moj. Po ti tani duhet rije? Po, ashtu. Do haj familja thuaj? Po. Qa po bën tani këtu? Unë po, parashelej, që me thonë. Si e ka emrin? Rashid? Po graboj. Po e graboj, që ta di fjallën tamam. Graboj. Se këtu ke mbjellur gjë apo do mbjellësh? Është mjell, po do të mjellin, është mjell. Po. Sa ato ke gjithsej? Kam... Ka me të tanë? 2 në? Në qoshin. Në qoshin, sa ato si ke, ha? Nuk në qoshin. Hej, zotin madh. Po me se jetoni? Me zotin e madh. Zotin madh. Zotin madh. Po. A ka mund kjo punë? A lodhesh duke bërë të punë? Po, që maj. Po. Tani bëje ti një herë që ta bëj unë pas teje. Ta shoh, duhet punoj dhe unë. Që t'ja dim halli fshatarit. Shëtë, opa. Po mirë ja bëke. Kaq është? Jo, kaq. Ta provoj unë tani? Ja. Ja, se kam qe, bëj unë. Ja, bëj. A ke bën? Po, ktheu çik kështu. A ke pas ndonjëherë qef mu bë gazetar? Gazetar? Ti. Ke pas ndonjëherë qef mu bë gazetar? Apo ish, s'ka shumë mendje hiç për këtë punë? Ja. A mendon, kush e ka punën më të vështirë, unë apo ti? Ja, ti. Pse? Ti, unë, ti. Unë. Pa, kush pret tash? O unë o ti? Unë. Ti e ke më të vështirë? Pa. Se ti gazetar. Ç'a bëjmë ne? Gazetari. Ç'a bëjmë po? Ke punë? Mirë, bëjmë çik llafe ne, ha? Ti ke punë, unë kam llafet. Mbaj çik kështu, mbaj. Mbaj këtë ti? Po. Të bëj unë këtë tani. Jo më jo. Pa. Ja. Pa. Ja, shumë mirë. Ja, shumë mirë. Na, e të do më lështu. Se provova një qikë. Falenderoj. Ne do ikim, se do shkojmë deri te shpella e Zhyllës. S'kemi dalë për qef ne, se kështu e ka profesion gazetari, deri për qef. Po. Dakor. Të uroj jetë gjatë, shëndet të kesh në familjen tënde. Jetë të gjatë edhe ti, edhe neve, po, ti herë. Pa, unë i rratë parë, po, ja, ma qa unë. Ti orë ti se je gjithë të antar familje. Le, unë e ti se u bëm lëmsh, nuk e zidhim dot. Unë jam 6-2-8, familje, 8 familje. 8 veta, jo familje, se 8 dhe 64. 8, po, i thonë, po. 6 me 2, burë grue, vajnë 8. 8 frym.
8 thërm. Pa. Edhe Ma pak se 2 ny. Bëni llogarin vetë se si jetojnë. Kurajo. Doja dalësh. Trita një pambesa dhe e zjet. Inshallah. Këtu i bëjnë vezët ato? Jo, na i ban vezët aty. I kemë su vëndet? Po tjetra? Tjetra i ban disa dhe në kulla, disa i gjenë vendet, unë që dikë. Po, del ti i mle vezët në mëngjes. Ku ka një vë? Do e marim atë vezën aty? Ja. Se? Se është e forrikot. Pas e forrikot? Njaja pula një aty ban 100 herë. 100 herë vezë, ja, një në ditë banë se 100 në ditë si bënë e po? Jo, hinë gjithmonë një aty ban. Të bënë e pula një tjetër dhe e marrin tjetërën. Pra du ta lëm një aty, se du ta ditë vëndin që aty du ta lëshoj tjetërën. Po që ke bëj eksperti në këtë fushë. Bravo, më pëlqen. Lopa kujt është ajo? E jemja. Hajde, flasim çik për lopën tënde. Kujt është kjo lopa, thë ti? E imja. Do me thënë ti ke vënë një emër lopës apo jo? Po. Si e ka emrin? Zeja. Ç'është kjo emër Zeja më? Se bardhëzim është. Dhe ti e thu Zeja, përse më po më pëlqen. Po pse se ke vu bluja, si sytë tu blu? Jo, nuk është ajo. Ja, sytë tu nuk është lopa. Ti ke një lopë, po tjetër çka ke këtu? Pula. Sa pula ke gjithse? 5. 5 pula? Edhe 5 4 zoge dhe 2 gjela. Po tani ke 5 pula, 2 gjela, pse s'ke 5 pula, 5 gjela? Dhe i kina prej disa gjela. Pas keni lënë 3 pula pa burra. Po. Po, sa ke? Janë veshur me zeza? Jo, 2 janë bardhëzi. Aha. Njëna është portokalli, po tjetra nuk është gjë, se aja është kluka. Nuk E është kam gjë. lënë atë. Po ajo, ka shanse që ti pritet koka, jo? Po, Ka dhe ajo, kush dhe e hati mishin e pulës? ja, po e hat pjekon. E hati të pjeku, jo ma jo se të gjallë se as njëri, po të gjallë. Lopën e ke mjelur ndonjëherë? Po. Ja, nuk e besoj, pa provoj një qik aty. E ka vdot? Se? S'munën se më vret, më vjen qelë. Të ka gjuet? Gjyshin pa. Kur ashtë andaj me kry kështo, e gjyshi e mjel, edhe unë e mjeli pish. E si pish, s'ke vëdorën ti aty të kato dhe? Del gjë? Po, tumë. Po kur ish me gjyshe nuk të gjuan. Po të jesh vetëm, fluturon të liqeni ti. Bam. Lopa gjithmonë interesante ka kënë. Gjithmonë ka qenë një lopë interesante, shumë e bukur dhe mjaft televizite. Po unë s'kam parë ma në firë kaq të madhe. Wow, se që ka kjo se e madhe. Do ma japësh mua? Po ti 3 kokra ke gjithse, po një do ma japësh mua. Faleminderit, ti je shumë bujar. Pa të 2 tjerë do t'i hashti? Jo, ato do t'i hashti, të provojmë të 2 bashkë. Si kanë dalë? Hajde njërë, hajde. Që ka pak mirë. Pak majoshe, po prape mirë. Si kishe emrin ti, se nuk ta mësuam atë herën e parë. Aris. Aris, që ti ç'a klase je? Unë qem klasën jam kopsh. Po, morët vesh tani, është në kopës, pasim. Zakonisht turistët që vinë në Plavë dhe Guci në pjesën e bjeshjve të namura, zgjedhin të kenë një udhë rrëfyes me vete që do t'i udhëhiqte shtigjeve të panjohura për në këto vende. Adriatic Gatsaferi është një udhë rrëfyes nga Deçani, i cili punon për një agjenci turistike në Pej dhe po bën shoqërimin e turistëve të huaj në një guidë 10 ditore, e cila ka nisur nga Plava në Vuthaj, ku dhe ndodhet aktualisht e për të vijuar në Thedh, Valbon, Qerem, Dabërdol. Pika e 3 kufive që lidh Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e Zi, në bjeshkën e Rugovës e për të përfunduar në majën e Korabit. I ke si edhe herë të tjera turistët tu, pëlqehet si destinacion apo jo? Po, pëlqehet shumë, është në shtegun Pikso Ballkan, sepse shtegu Pikso Ballkan është i lidh 3 shtete, domethënë Malin e Zi, Shqipërinë dhe Kosovën, mes një shtegu shumë të bukur malor edhe në përbjeshk. Jem konë, herën e fundit isha me një grup tjetër 2 amerikanë, e bom një udhëtim prej Thethit në Vuthaj, po e vizitum edhe luginën e Gërbajës, Babinopolis, e tani vazhdojmë në Kosovë edhe kthym prapë në Shqipërinë Valbon. Përmendë 2 amerikanë, po përgjithsisht nga i ke turistët e huaj? Këtë vit vetëm amerikan më ka ra, po me 3 grupe amerikan, para një javë isha me një qift tjetër amerikan, 2 shkrimtarë amerikan, edhe fotograf shumë të mirë.
Po, zakonisht për ka dhe për vendet tjera. Vitet e tjera keni pasur që i sinit këtu, pikërisht në zonën e Gucis? Për mu është ky viti i dytë, vitin e vjetë kom punu shumë a pak, si Guajt Malov në shtegun Pixel Ballkan. Si vjetë ka një rritje të numrit të turistëve? Një rritje shumë e madhe, nështë dy fishi i vitit kalum. Mund s'kujsi nga këmbët? Mirë. Me këpucët mirë. Këpucët përfrishën shkrejt, veç vëdut. Edhe faktikisht në Kosovë nuk kemi dishka kësi dyqanet veçanta për këpucë bjesh. I përdojmë edhe këto second hand që i thojnë dorës dytë që vinë në për tregje qësi. Plava zhvendosur në projektin Pixel Ballkan, një projekti i Gizit Gjerman. Ajo që i tërheq tej mase vizitorët e huaj këtu është mikpritja. Pritja njerëzve këtu i bën këta që me pas përshtypje shumë të mira. Kuptohet, vutha edhe plava janë shumë të bukura, po edhe më të bukura e bën mikpritja njerëzve. Njerëzit këtu besoj janë të kënaqur. Shumë të kënaqur me mikpritjen, sidomos në Buthaj edhe në Qerem janë shumë të kënaqur me mikpritjen. Po harru edhe vende të tjera, po këto dyja veçohen. Lind pyetja se përse vizitorët e huaj zgjedhin Plavë dhe Gucin për të zhvilluar udhëtime dhe aventurat e tyre, kur këto fare mirë mund ta bënin në vende të zhvilluara të Europës me një turizëm tepër të zhvilluar? Nuk dojmë përmesim këta, dojmë veç me majtë qështë të dvërgja. Mos ndryshoj asgjë. Naturale, mëse ndërtu rrugë me asfalt, objekte, hotelet mëdhaja të shëmtume. Këta, se kuptohet, na nuk i kem bjesh shumë bukra, po ka edhe më të bukra në Zvicër dhe në vende tjera, po nuk janë shumë të komercializume me teleferika, me kështu, kurse këtu një pëlqen bjesh naturale. Por cilat janë kostot e udhëtimit të një udhëfyesi apo dhe të një turisti që vjen në këto anë? Sa pagun njëri për gjithë këtë destinacion në agjensinë tuaj? Se po mendoj, po nëse do e merrte agjensinë përsipër vetë Vutha që ty linte juve pa punë kam hallin. Jo, unë punoj për agjensi, për mua s'është problem. Vjen Vutha i punojë, që do bëjnë ndonjë agjensi këtu ose në Guci? Po ndëgjë. Unë nuk jam që turistat marrë veç me agjensi, jam për marrë mundi clear. Kuptohet, ka shumë turista që nuk vinë kurrë pa agjensi, pa guid, sepse dojnë me ditë ma shumë për vendin, ma shumë për historinë. Kom qefë ata mundi shumë të lirë martu, edhe vetëm, unë vetë i postojnë internet shtigjet që mundën me i gjetë ata dhe mi përdojnë GPS. Nuk është nëjë problem. Po, zakonisht... Çmimi e minese, po preta i aty. Po, edhe çmimi, da është ka problem. Zakonisht një guid në shtegun Pixel Ballkan paguhet dikun 70 euro për ditë. Po të mendoj gjithë kjo trajektore ka që madhe? Për një ditë. A, për një ditë? Për një ditë 70 euro. 12 ditë? Herë 70? Po. Varsisht për grupit, dhe me thonë, një guid, udhërëfysi paguhet 70 euro për një ditë, varsisht për grupit. A, jo ty, jo, nuk këta për ty, këta për turistin. Po, tash veç ta jemi të qartë. Varsisht për grupit, kur grupi shumë i vogël, shkon ma pak, kur grupi ma i madh, shkon ma shumë për përgjithësisë. Po, saktësisht sa i paguajnë ato në kompani, unë nuk e di se s'kam qasë, janë veç udhërëfys. A, vetëm si udhërëfys me pagesë? Po, nuk janë edhe shumë shtrajta, janë çmime standarde, po janë shumë atë lira se vendet tjera të Evropës. Po sa pra? Po, varsisht se di, Po ti ke pyet një turist aty gjithë rrugën 12 ditë me të. Se pyet një herë sa po. Jo, vjen shumë keq me fyt çante personale, edhe se këta kanë qef me majti fare privatësie, mos më pyet edhe shumë çante. Se as kompania s'e ka treguar faktikisht. Da, fyesë do të kallzoj pa problem. Në Plavë dhe Guci ka të rinj që janë kthyer nga emigracioni dhe kanë sjellë një risi në vendlindjen e tyre, ngritjen e guest house-ve ose e shtëpive pritse. Ata kanë mësuar të afërmit e tyre, të cilët edhe ata vetë kanë një eksperiencë të fituar gjatë emigracionit që kanë bërë dikur ose së paku njohin gjuhët e huaja. E kështu ka ndodhur edhe në familjen Dedushaj. Rusemi tashmë pret vizitorë të huaj dhe kur i biri nuk ndodhet në shtëpi, merret ai me akomodimin e tyre. Por në lidhje me pagesa që duhet u merrte turistëve, në fillim ai e ka pasur tepër të vështirë, sepse sipas traditës, kur një huaj vjen në derë, ai pritet si mik e jo si klient që duhet të paguaj. Është një histori vetë edhe kjo shtëpi. Një herë jemi këtu me disa turista, po pas shumë ecjes edhe s'kem pas shumë
parëve veti, sepse kemi vënu që mbu tha i ka bankomat, edhe kur erdhëm këtu s'kish pas bankomat, e kemi përzi me gusi, edhe erdhëm këtu të Rustemi, patëm pagesë sa me hungur ushqim e kështu, po dashte me flajt jashtë me tenda, po i shi edhe Rustemi, tha, nuk keni nevojë, tha, as me pagu me fjet, as për ushqim, edhe na kalon shumë vështirëpje, na la pa pagesë atëherën e parë, për atëherë që tash vim këtu me turista. Sa po tha një histori të këndshme, që kanë ardhur, kanë kujtu se ka bankomat në Vuthaj. Ka shumë bunë, po kisha shumë turistat not. Kisha shumë plot. Sa kisha të natë? Po zinjo 12, 12. 12 veta, Këta erdhen, po erdhen vonë, unë ja ulçova kuzhinën, fjetën këta 2. Edhe ushqim na ka bërë. Amerikanë fjetën atje, ushqim më dhash me plakën fjeta unë jashtë, në drosa. Dhe e lirove mikut. Po, mikut, na i kemi dhe qonin i kemi miq tafet. Të tonë i kemi miq, po shqiptari ka pas zakan, si do mos vëmë thajt. Nga kjo mikpritje që ti tregove, që për ata të huajt ka qenë diçka e çuditshme, ja kur të vinë sërisht edhe pushojnë, zgjedhin si guest house. Po, për dytit, ja kom të mirë. U krijua lidhja i shoqërie të thotë. Po, mirë për ta, mirë për mua, për të dy. Shiko sa mirë. Turistët më të shumë që vinë këtu janë gjerman, amerikan, polak dhe shqiptar. Duke u nisur nga bukurinë natyrore që ofron vendi, kostot që ata paguajnë në guest house janë më të ultat në Ballkan. Çfarë pagese ka? Për shembull një turist i huaj, për shembull nëse bën një prenotim, ka më hangër dark, me fjet, edhe kaftjallin, fest, anglisht i thonë, breakfast. A mëngjesi, po. Edhe me veti marrin. Piknikun. E gjitha kjo që ju thatë, sa çmim ka? 18 deri 20. 20 euro për person, no? Po pijen e paguajnë ekstra. Kam birë, raki, bjangje. Këto të paguajnë nëse të duan më shumë ata, bëjnë një pagesë. Zakonisht birat i Birat i paguajnë ka herë gjysi edhe 30 si hera. Më thoni një emision që kemi realizuar dhe nuk kanë qenë fëmijët prezent, po kësaj radhe kemi ulur ata në një mënyrë fantastike. A nuk keni dashur ju të gjithë në fëmijërinë tuaj që të keni një shtëpi të vogël si kjo, simpatike? Do flasim për të, por ti mësojmë një herë emrat e këtyre fëmijëve të mrekullueshëm. Do e fillojmë nga Goca që është e para aty në kushte të vështira intervista. Okej, emri i kësaj vajzës tu? Nergis. Si kishte emri? Hargis. Hargis, okej. Unë kam Henry. Henry. Henry nga vjen ti? Shkodra. Nga Shkodra, pas ka emër shumë veçantë. Këtu kemi? Nikolas. Nikolas që vjen nga? Italia. Pra banon në Itali, po është fëmijë shqiptar dhe di shumë mirë shqip. Këtu? Amla. Amla që vjen nga? Shkodra. Shkodra, kanë nga Shkodra. Ju shkodran që rinj aty të divanit dhe zvini hiç tu. Luis, edhe jam nga Shkodra. Nga Shkodra, pa pjesa më madhe kanë ardhur tu nga Shkodra. Si ju duket tu, ju pëlqen? Po. Sa të pëlqen këtu? Ton veni. Ton veni, është shumë i bukur. Se është ndryshe nga ato pallatet që rrim aty te dhoma dhe te kompjuteri, ndërsa këtu edhe më bukur. Këtu e më bukur. Kompjuter ke këtu ti? Po, babi. Babi ka. Ja merr babit kompjuteri? Po. Jo, a keni nevojë për kompjuter ju apo jo? A na kalon babi? Po, më kalon babi. Po, okej. Me kompjuter merresh ti këtu apo jo? Jo shumë. Jo shumë. A na duhet kompjuteri neve këtu? Të duhet kompjuteri këtu ti? Po. Të duhet çfarë bën te kompjuteri? Me lujt. Ka internet këtu? Ka thon baballarët përballë. Saktësojnë baballarët. Mirë, këtu lart është një shtëpi shumë e lezetshme. A nuk ju ngjan atyre filmave që keni pa ku ngjiten tek shtëpitë në pemë? Ju ka pëlqyer kjo shtëpi këtu lart? Po. Ti ke luajtur? Ky çuni këtu, Henry? Ke luajtur? Okej. Çfarë lojesh bën aty te shtëpia? A dëshironi të rini 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, sa doni këtu? E din baba. Edhe 1 ditë kena me nezi tu. Edhe 1 ditë. Më mirë të rim 2 ditë apo mjafton edhe 1 ditë? Mjafton? Ju baballarë mos bëni me shenjë. Fëmijët të flasin lirshëm. Okej, sa do rim 1 ditë apo ti ikim shpejt në Shkodër? 1 ditë. 1 ditë mjafton. Okej, 1 ditë. Sa ditë ke që ke ardhur këtu ti? Gjekinar. Pra për fëmijët, 2 ditë është e mjaftueshme në vermosh. Tani ju baballar shpikni lojra se ndryshe fëmijët do kërkojnë pallatin atje dhe internetin. Mirë,
Keni ndonjë top, do luajmë? Po. Okej, hajde lozim tash. Hajde. Si është emri jot? Marko, nga vjen? Për Francë. Nga Franca? Por jetoj në Francë. Kodranja, po kam një në Gjermani. A, ke lindur në Gjermani? Por ke lëvizur pasaj në Francë? Po. Okej, dhe sot si u bëre me grupin? Me Alketin, Gjani në Arsë. A i të ftoj që të vije? I ke bërë dhe herë të tjera? Këto lëvizje malore? Po, me një herë me Alketin. Po, të shoh që je mirë fizikisht. Me se merresh? Me kësim. Me kërcim? Po. Do me thonë, ne kemi një kërcimtar me vete sot me këtë udhëtim, ë? Në Francë, cila është jeta jote? Do me thonë, si me kërcim? Çfarë konkretisht? Po, hip-hop, kontemporan, modern. Je pjesë në një grupi, apo? Po, jam prap me mësim, jam me diploma, po se edhe në shoshë, në skenë, ka herë. Pra, ke ndjekur studimet? Po, papa kam jek me gjimnaz, me diploma, kam prap me mësim jam. Okej, e ke zgjedhur vete, ke me pasion? Po, me pasion shumë. Nuk besoj se e lodhur, sepse... Ja, alo. Akoma nuk e lodhur. Se pak. Do të pyesim edhe kur të shkosh atje nëse je lodhur, se deri tani nuk shohim lodhje. Po, problem. Me kë ke ardhur sot? Me nusën e djali. Më kujtova se është vajza jote. Se edhe ngjan pak, po ngjan pak. Tani si vendoset ti të vish me vjerën kur dihet marrëdhëniet nuse vjerë që aman. Shkoj shumë mirë. A shkoni mirë, ë? Po, dëm në tjetrën, dhe pse është jashtë. A jeton jashtë? A, nuk jetoni bashkë, po të jetoni bashkë, pale. Jo. Okej, ku jeton? Shumë mirë, më pëlqen që e vlerëson. Ku jeton? Në Angli. Në Angli. Sa kohë ke që e bërë nuse? Ose sa kohë ke që e bërë vjera? 3 vite. Jeni grindur ndonjëherë? Jo, aman, guri malit shkrejt si të dhe shkrejt, po jo marrë më sysh. Tani jam shumë kërështare. Ti ke lënë bashortin, pse nuk jeni kombinuar të katër? Po, se djali së më korza Los Kovis. Okej. Që ka... Unë ka marrë vesh me nuse, burin e la shtëpi. Po më pëlqen kështu. Po mund t'i përshëndesin këte nga emisioni, që dhe ata t'i kalojnë mirë, se tani po bëhen xhelozin shika. I përshëndesin fort, okej? Mund të dim emrat tuaj. Sonja. Lefteri, jeni korçar 100% karat siç thuhet në Shkodër. Këtu kemi lindur. Po, dhe vazhdoni jetoni në Korçë. Unë ju përgëzoj një herë për lukun, një herë në radh parë, që e keni mbajtur veten kaq mirë dhe 2 zotrinj Korçë, një zonjë dhe një zotri, dhe kërceni aq bukur. Ajo në fakt ishte valle greke, por në kufi jemi, edhe i dim, edhe traditat tona, por edhe të fqinjët. A keni jetuar në Greqi? 8 vjet. 8 vjet. 8 vjet dhe tani jeni kthyer jetoni në Korçë. Po, shpëton në private këtu jam. A, bukur. Çfarë ndjeni kur kërceni? Kërcia më e madhe. Kërcimi ka foto qefshi i vogël. Nuk pyetet për moshën, por jemi shumë kërcëtar të di moshën tuaj. 80 vjeç. Në fonda pa në tetor këtu 80 vjetor. A do e fesosh këtu? Po e kam bërë. A e ke bërë këtu 80 vjetorin? Zonja, më fal që të pyes për moshën? 76, po shumë elegant që të dy. I keni befasuar edhe teleshikuesit në Shkodër dhe ata që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithmonë në rinin tuaj keni kërcyer kështu apo jo? Patjetër. Keni zënë qendrën e pistës e të ndryshe dhe turizmi në Valbona. Në Valbona, e kemi dhjekur lokale. Dhjekur lokale gjithmonë. 50 vjet. 50 vjet. 50 vjet për qef. Që do thotë, çdo fundjavë ju vini këtu? Çdo shumë këtu jemi na. Këtu. Pra ju këtë jetë keni bërë në profesionet në jetën tuaj, profesionet? Unë kam qenë mekanik. Mekanik, në artistike. Por gjithmonë i keni rezervuar pak kohë. Çfarë mesazhi keni për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj, të cilët izolohen në shtëpi, luajnë domino dhe nuk e shijojnë jetën në këtë moshë? Domino nuk di të losoj, di të los vetëm. Alzim.
Ti di të luash vetëm vallëzim, jo domino. Zonja? Po ti të mundur të dalë, sa më shumë, të arretohen sa më shumë, po mos ka mundësi të vinë kafeneve dhe të dalë shëtike kodrave për moshës. Këto pra ishin materiale që ne kishim përgatitur për sonte, e kemi nisur fillimisht me një vizitë në Kalan e Prezës, për të vijuar më pas në Durrës. Një darkë dhe një mëngjes i këndshëm në Shëngjin, një kthim nga rruga e Rjollit, një ndales në zemrën e Ballkanit dhe më pas personazhe pafund nga veriu deri në jug të Shqipërisë. Qëndroni me emisionin Pusho Shqiptar, që në transmetimet tona të vazhdueshme dhe merrni një eksperiencë shumë të mirë. Mos u ndani vetëm në imazhin që ju ofron në ekrani të TV1 Channel, por merrni si një nxitje shumë të mirë për të shkuar tek këto vende dhe për të shijuar pushimet tuaja. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30. Ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.